që vjen prej diasporës, nëse bëjmë matje në bazë të këtij sentimenti që e prezantoi Bleroni, dihet se ka shkon orientimi i votës për ta që dalin më shumë. Kjo është logjika, po kupton, çështu e thot logjika, kësaj radhe domethënë në zgjedhje. Kështu që në këtë prizëm kështu unë po e shoh edhe po analizoj këto çfarë ka bëu domethënë Bleroni megjithëse bëm shumë gabim që se pyetën për metodologjinë. Ja, sentimenti, një statistikë sa për ta për konsum të brendshëm. Nëse din Arben çish bëhet madje sentimenti, na shpjegoj se vendosje e bën nëpërmjet një metriksi, një programi të veçantë ku e menaxhon votën. Bleroni besoj që është bukur interesante dhe mënyrë se si e bën. Ka një platformë online mbi cilën njerëz tantasohen dhe pastaj përgjigjen në pyetje të rregullta të sondazhit. Po, një çështje, Fidan, a nuk ka zbritur vetëvendosja ngjashëm sikurse në të gjitha sektorët e tjerë, edhe në diasporë për 12%, për fakt për 10% ishte më pak me votë. Nga 2021 në 2025. Që i bie trendi, nëse ka rani në Kosovë, do të ketë rani edhe në diasporë, sepse kështu ka ndodhur në 5. Rritja e numrit e Yahoo çat vlerë negative që po Jo besoj në 2021 parafërsisht, më falni se mund të gaboj, por parafërsisht i ka pas 80%. Tash hajde pezojmë që çajo po ndodh ka rënje. Ka 60%. Tash biç para me bu më or 500.000 njerëz. Arben, gati 280.000 njerëz, a di çfarë, a di sojën 280.000 vota Arben. Jo gati 30%. Kushte frikshme. Prap nuk e kuptove pyetjen time. Nëse e merr vetëm votën e diasporës, vetvendosja në diasporë. Ka po ku. Kanë gjashëm rënien sikur në Kosovë. Rritje numrit komun se kanë marrë fizikisht. Përgjithësisht po, se kjo qendër, domethënë rritja e prezencës fizike e shton Arben numrin e pjesëmarrësve në votim që janë nga diaspora dhe edhe nëse ka rome nga 2021, kthe në përshindje prap të barabartë. Në këtë çfarë prezantoi domethënë Bleroni që kjo shifër për më është e frikshme 38%. Gjithmonë nisur nga ajo që ai e tha. Nëse se ka përfshi domethënë diasporën. Unë pajtona që ka rome edhe në mesin e diasporës, por mundësia që të ndikohet drejt për drejt për shkak të votimit fizik, sidomos te besimtarët në familje është shumë i madh. A e dini që ka shumë për tyre që nuk dalin me votu fare domethënë në zgjedhje. Unë mendoj që ndikojnë shumë faktorë. Prandaj ku gabimi sipas me i reagimit fillestar edhe të PDK-s dhe LDK-s për 28 dhjetorin ka qenë gabim sepse kanë paragjykuar që blanko komplet votat e diasporës shumica shkon për vetëvendos. Është gabim. Është gabim sepse unë mendoj që është e kundërta. Në vend se këta me lobu me kthy çat votë që është prezencë fizike. Parë shkurt Zëshiri se duat ndrojt temp pastaj, po Zëshiri. Se po kopëm tonë të diaspora, lëvizja vetëvendosje në zgjedhjet e 9 shkurtit i ka marrë 56% votë të diasporës. Ndërsa në zgjedhjet komunale i ka marrë vetëm 28.34%. Që i bje që ka rohë shumë. Po mos e merr edhe tash. Jo, lutem, po çata njerëz kanë votuar si zgjedhje për gjithë. Tani me 28 vjeç. Tani me 28 vjeç. Ai mundet me dash Albin Kurti. Tani me 28 vjeç. Po s'votojnë hiç ata. Po s'votojnë hiç ata. Se ka qenë me organizuara në diasporë. Dhe ajo ka ndikuar te njerëz, ju ka ofruar edhe logjistikë që ata me votu. Ndërsa partitë tjera kanë qenë pak më neglizhente. Tash, votuesi edhe diaspora që vjen në Kosovë, sepse ka shumë njerëz që jetojnë në diasporë, por nuk kanë kompjuter në shtëpi. Nuk kanë ku me printu fletën. Një natyrsh në voton. Edhe kështu, kur të vjen në Kosovë, nuk i ditë kënd ka me votu. Prandaj ne po thojmë që ai se ka llogarit votën e diasporës. Vota e diasporës me 28 dhjetor ndoshta ka më ndryshuar shumë. Se kanë me votu njerëz fizikisht. Ka me shku vetë votimit. Ndërsa ne diasporë që ka ofruar mundësia me votu, ose ju ka kesh përdor vota ka harruar. Ardha e diasporës këtu më shumë i konvenon partive të tjera se vetëvendosjes. Për shkak se vetëvendosja në diasporë është tepër organizuar. Ku din që ka nivo që ka me shku me marrë votë vendosja. Ka struktura në diasporë ku shkon i organizon, i mëson që shkon regjistru, i shup bloka dhe jo merr Mos e banalizoj krenar se nuk keni nevojë me banalizu. Është e organizuar edhe nuk ka të keqe. Është organizuar. Jeni tash ka keqe për momentin më. Tash ka keqe. Pas ma devio kluna de botën se jo të dosh me
bëni analizë që e flet për votën. Jo, unë s'ja dhu votën, që ti mos ja jep më se të kërkosh. Jo, për shkak. A jeton e kuptuar, pa le ta shpjegoj, e kupton. Vendosja është organizuar. E din cilin do qytet ku ka vota, shkon, i bind, i mëson me u regjistru, i mëson me votu, besa ka pas informacione që u kanë pagu, edhe flet votimet ku kanë qenë ma shtet atëherë me dije gjallë që kanë ardhur, edhe ose në përfaqësi diplomatike, pra e organizon votën e diasporë edhe e mban. Nuk ka vlerë më shumë edhe nëse vinë ata me votuesien që ata 20 njerëz. Çka ndodh me LDK-n, me PDK-n edhe me AK-n? Kësaj radhe përjashtu edhe LDK-n, sepse edhe LDK-ja në zgjedhjet e fundit ka pas organizim tepër të mirë diasporë edhe ka arritur të marrë rezultat tepër pozitiv falë organizimit. PDK dhe AK kanë aq shumë votues që unë i njoh personalisht, që janë në diasporë edhe që nuk e marrin mundimin me regjistru ose nuk e marrin mundimin me shku përfaqësi diplomatike me votu, dhe kjo mundësia që ata me qenë pranishëm në qytetin jetuar këtu, ka me ndiku me pas PDK-ja dhe AK-ja shumë më pozitiv rezultatin e diasporës se sa që kanë pas kur u votu për jashtë. Komunale ka dole para ka filluar mu organizuar shumë mirë PDK-ja. Edhe një sy deklaratës së Kurtit sot pas zgjidhjes së problemit të rrpagave për kolegët tanë në radio televizionin e Kosovës, me zi po prasë në fakt komentet e Zeqirit dhe Zëris Hajdari për këtë çështje. Ndjekim pak deklaratën e Kurtit. Në këtë mbledhje, mjetet e nevojshme po ndahen nga kategoria e kursimeve. Pra, kjo zgjidhje e sotshme, apo më mirë të themi kjo mënyrë e tanishme, është veç se një improvizim i detyruar, pas përpjekjeve tona të vazhdueshme në Kuvendin e Kosovës për ta miratuar aty buxhetin për radio televizionin e Kosovës.